Se unë mas pari kam kontribuar në protesta, që ky vend mu më ka donë me pasoja, që të më kanë zonë policia serbe, më kanë rreo, më ka që zotin një durim, një forcë, që më me përballu që shojna shkamje, se vallahi shtirë është balë, po jam shtetë. Ne e lusim Zotin që delni bamirës edhe ta bani zgjidhje për shtëpinë tonë. Inshallah, veç për që djallë, se për vetën e sot për nestra. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Qysh jetu kalu bacë? Kush jeni mas pari? Unë që më Azem Bilale. Pas Azem, qysh jetu kalu sot në Kosovën e pas luftës? Jam shumë i lumtur, me gjithë zemrën e knaqësi, se unë mas pari kam kontribuar në protesta, që ky vend mu më ka donë me pasoja, që të më kanë zonë policia serbe, më kanë rreo, më kanë qonë në brandjes, pese dhe asoj dite unë me unoza me kretë më kanë bollon. Merë në ndihmë për i shtetit, për do më thonë që të kanë re policia serbe? Jo, vetëm qatë ndihmën sociale. Vetëm ndihmë sociale? Po, me qëto me nëzëpi atalë, qështë i falenderoj vëllezërit, mërgjimtarë, dasha mirë, meq, shok, që më kanë ndihmu dhe që tash, se unë më të isha dërzu. I falenderoj shumë, jo me lumtur vëlla ty që për të që të, që ta vëllazni motra që janë që të, i përshëndes, ja uroj festen, jo me knaqën, për që ditë. Sa është e rënë për një prind me jetu vetëm me asistencë sociale, pa për krajen e shtetit, pa ti nuk punësh edhe me punu që tash i më punu nuk po moj, po më ka që zotin një durim, një forcë, që më me përballu që shojna shkamje, se vallahi shtirë është balë, po jam shtetë, veshtë vallahi. Sa antarë familjes jeni? Në 5 antarë. 5 antarë familjes, veç me asistencë sociale? Veç me asistencë sociale. Që ta... S'pë di, s'kam koment ma shumë ma falë. Po njerës dhe po të një mojnë, sepse na i na kontit ti dhe i kina pa për safërmi edhe të kina pru dhe të... O, po më dihmojnë, kalgjoma. Të regoha ma heret më kanë dihmua, diaspora. I falenderoj shumë, i përshëndes diasporën, ku janë, vllaznin. Ja uroj festen, edhe i falenderoj shumë për zemërsisht. Une, po të premtoj, që ka me artë ti, edhe nuk ka më bo qërak, se kërkush nuk mënët më të bo qërak, po ka me ardhë edhe kina me bo një dhurat për fmitë to, për djallin tanë që e ke gëzu, kur kalin djalli jetë, o gëzu një shqiptari. Po, inshallah gëzuan krejt edhe juve, krejt. Inshallah bat një qytet për i ti. Se, ta shkom të aflat. Sa vjet i bani djalli? I bon një 10 vjetë për 11 më shkon. Inshallah i bani edhe 100 vjetë jetë. Që është vëllah. Qëfar mesazh ju kështë dhënë gjithë njerëzve kudo që janë? Mesazh ju kështë dhënë jetë, shëndet, lumturi, begati. Tonë me qëka janë shqiptarë, kosovarë, shqiptarë, mëmen, Shqipni, krejt, i falenderoj edhe me gjithë zemër. Po, a ke kërku ndihmë të institucionet shtetërore të Kosovës? Kom kërku, po s'kan intervenu se. Kur që s'ka intervenu? Po Ata ndreqen shpinë? Jo. S'ta ndreqen shpinë? Jo, shpinë. Tash umet
premtu kanë, Po e di që kanë premtu po para tash, 2 vjete. po tash unë e falenderoj se tash gjithkush e ka vështirë. Po, sot Gjithkush e ka, nuk o kallaj, qëre, nuk o kallaj, mërgjimtarin me do kafshatën e gojes më një muë, edhe ata e menoj. e vërtet është. Se shtirë orë për gjithë konën, se Vërtet. i kalon familjen, Po. kalon krejt, edhe i falenderoj për zemër që është me gjithë Zoti zemër. trujt sa i mirë je. Unë tham që edhe si vjet menon me hinë qa dimër, në qatë shpi. Menoj si vjetë. Ne e lusim Zotin që del një bamjers edhe ta bani zgjidhje për shtëpinë tonë. Inshallah, veç për që djallë, se për vetën e sot për nesra, për që djallë jam të menu më shumë të. Për që ta më së menon më hekë për kërqa. Vetën e këm non kështë, ose këm non më hekë. Vëpëta. E vërtet është, njeri jeton për fëmijët. Unë e djalin kam e gëzu pak diçka, sot ka mundësi, ju të dashurit e me, rëni me neve, sepse unë e djalit dhe ja dha një dhurat të vogël, kështu që mbrapa kamerës, sepse unë du me gëzu që të fëmi, ha zemrosh, trujt Zoti, inshallah, krit ka pak mujna me boshëm. Inshallah, të runë Zoti ty, familjen, ka kje pare pesë. Amin o Zot, faleminderit shumë, e ty trujt Zoti. Edhe ty ju falenderoj shumë për zemër. Inshallah më rëzot të lusë Zotin që del një bamers edhe t'ja ba një zgjidhje spaku për shtëpi këti zotrijes, për hatër djalit vetë, për hatër të fëmijëve, e ju të dashur bamers. Derën e keni hapur të Kosova Info, edhe na ju dërgojmë të ky zotria. Nëse dikush del që ka mundësi me ba një zgjidhje për këta, na jena të hapur për juve, me bashkëpunu bashkarisht, sepse me një lule nuk qelë pranvera, po bashkarisht mujna me ba shumë gjana. E ju të dashur e me rini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.